Është realiteti i mirë sa shihet, siç mendohet që gratë janë pak më të lira, kushtet janë më të mira, ka përmirësime, por gjendja lëm për të dëshiruar. Rastet grave ose diçka të ngjashme dhe ideja apo mendimi i parë vjen që ajo e ka tratu burrin. Që gjithmonë ka qenë e njohur për djem, për burrat që janë ata që më shumë tratojnë. Por kur tratojnë, vetë nuk e kanë problem, kur ndonjë rast e zën gruan duke tratuar apo dyshojnë, ata me njëherë shkojnë me vrasje. Si e? Mirë, faleminderit, mirë juve? Mirë, faleminderit. Nga puna vini? Unë jam nga organizata Hamanus Vita, përfaqësoj organizatën që merret kryesisht me çështje gjinore. Është një fushë pak më e ndihshme, por që sigurisht edhe sa don ko gjashëm për kushtim, edhe gjendja nuk është aq e mirë sa shihet në realitet. Po mendoj nuk është realiteti i mirë sa shihet, siç mendohet që gratë janë pak më të lira, kushtet janë më të mira, ka përmirësime, por gjendja lëm për të dëshiruar. Kjo kur e thua lëm për të dëshiruar, ka akoma që nuk ka ato gra ose femra që kanë, domethënë nuk kanë hecur përpara me disa gjëra, që nuk mundin me bë disa gjëra. Për pengesa kanë të gjithë, mirë po sigurisht që pak më mëdha janë për gjinin femrore, për gratë, për vajzat. Fatkeqësisht ka më shumë edhe paragjykime, por gjithsesi duhet me vazhdu secila pa e mendu opinionet e të tjerëve, sepse paragjykimet, opinionet nuk kanë fund, ato gjithmonë kanë ekzistuar, do të ekzistojnë në të ardhmen, dhe ekzistojnë sigurisht aktualisht. Është më shumë paragjykimet kanë tonë mos me qenë. Jemi çdo ditë dëshmitar. Po. Edhe janë do paragjykime pa bazë, që kjo është më e keqe, sepse pa pas shumë njohuri, pa ditur për ngjarjen ose për rastin, për shembull kemi raste kur ka vrasje grave ose diçka të ngjashme dhe ideja apo mendimi i parë vjen që ajo e ka tratu burrin ose diçka të ngjashme, kështu që kemi nevojë si shoqëri pak më shumë me lexu, me punu, mos me paragjyku edhe me kuptu jetën. Kjo është çështja kryesore, sepse kur e kupton jetën më mirë, je rahat me veten dhe me të tjerët. Kjo që kam la shumë përshtypje me tradhti, që për një fenomen është shumë ngritje. Kemi më shumë gjininë femrore, apo mashkullore që kanë më shumë, domethënë raste më shumë që janë tradhtuar. Pikërisht nuk e qenë në ju që keni raste më shumë. Me këtë çështje nuk është që merremi shumë, nuk kemi statistika apo diçka të ngjashme, varet prej personave, kjo është individuale. Sigurisht që gjithmonë ka qenë e njohur për djem, për burrat që janë ata që më shumë tratojnë, por kur tratojnë, vetë nuk e kanë problem, kur ndonjë rast e zën gruan duke tratuar apo dyshojnë, ata me njëherë shkojnë me vrasje, me kërcënime, me gjëra të mëdha, nuk është mirë asnjëra palë të tratoj. Sigurisht duhet me qenë besnik, sepse jeta është më e mirë, më e bukur kur je më korrekt dhe më i sinqert. A keni pas ndonjë rast specifik interesante që ka ndodhur pikërisht me këto deri te vrasja të dhuna, ndonjë grua që ka arritur? Ne merremi më shumë me ndërgjegjësim. Aktualisht nuk japim shërbime, por gjithsesi kemi pas edhe raste kur domethënë problemet familjare vijnë nga xhelozia, por sigurisht ka edhe shumë faktorë të tjerë. A çka u fund që janë më shumë gjinisë, domethënë femrore? Ne merremi me ndërgjegjësim, me nxënësa, me shkolla, me gratë, fuqizimin ekonomik të grave, dhuna në familje, ngasmime seksuale në shkollë, në mendjen e punës dhe kështu. Te dhuna kemi pasur, nuk është për të dëshiruar shumë, kemi pasur shumë raste kohë të fundit. Kjo dhunë që është shtuar dita ditës. Pse ka shumë ka raste të dhënuara? Ka shumë dhunë në familje, shoqëri. Ka shumë faktor, ka shumë probleme, është gjendja ekonomike, mirë po ajo pse ndoshta burrat ushtrojnë më shumë dhunë apo ka më shumë vrasje, është sepse shteti nuk reagon. Domethënë ligji nuk aplikohet, për burrat është më e lehtë, ndërsa për gratë është shumë e vështirë. Gratë kur raportojnë nuk merren shumë parasysh, nuk merren shumë seriozisht. Kështu që këto janë problemet, domethënë problemi kryesor është ligji. Po të aplikohet ligji, sigurisht që gjendja do të ishte pak më mirë, sepse kur ndërshkimet janë më të rënda, atëherë burrat do t'i kenë parasysh ndërshkimet, sepse nuk dëshiron askush të qëndrojë në burg.
askush nuk dëshiron të mirret me akuza e me këso çështje, kështu që vetëm ligji shteti ka punën të dorë. Drejtësia duhet të veprojë më seriozisht, shumë më seriozisht madje. Vende zhvilluara kemi shumë strehimore për gratë të dënuara, ato që kanë përjetuar shumë kësi gjana. Në vendin tonë, kjo fatkeqësisht mungon. Kështu dashur që vendi jonë të ketë pak një përkushtim, një strehimore për këtë kategori. Ka strehimore në Kosovë, mirë, po kohëve të fundit kanë filluar pak më shumë të përkrahen. Por ka strehimore në Kosovë. Nuk është gjendja shumë e mirë, po kanë filluar të përkrahen pak më shumë strehimoret. Me qove në familje, shumica nuk pritën tek familjave, nëse ka ndodhur një grua një rast, kemi shumë raste që thonë nuk kem ku të shkojmë. Edhe kjo është arsyeja kryesore, është edhe gjendja ekonomike, mbështetja prapë është edhe nga shteti sepse duhet të siguroj viktimave të dhunës, jo vetëm të shkojnë në një strehimor dhe çka pas 6 muajsh. Kështu që duhet të merret edhe me këtë çështje, të sigurojnë ndonjë punë, domethënë problemi kryesor është edhe çështja ekonomike grave. Edhe sigurisht edhe familjet nuk kanë shumë mbështetje ndoshta disa gra nga familjet e tyre, mirë po shpresoj që domethënë shteti të reagojë edhe në këtë fushë sepse është një aspekt shumë i rëndësishëm. Lidhe me krejt këto që na thonë bisedë, për ato kategori, për ato gra, për ato femra që janë kategorikisht domethënë prekura, çaj kështu thoni mesazh, këshill. Mesazhi i parë sigurisht që më vjen në mendje dhe që është prioritar është mos të dorëzohen, sepse nuk është fundi i botës. Sfida kanë të gjithë, por gratë duhet të jenë të forta dhe t'ja dalin pavarësisht se mund të jenë me fëmijë, kanë vështirësi, mirë për çdo gjë ka zgjidhje. Kështu që mesazhi kryesor është mos me u dorëzu dhe me ecë përpara. Të këndshme, kemi marrë këshilla shumë të mira për juve, për një personi që është në ndihmë të themi kategorisë femërore. Unë të uroj ty shumë të mira, punë të mbar, suksese. Faleminderit shumë që u bërë pjesë në faqet të mëdha historisë të jetës. Faleminderit shumë edhe juve që na dhatë edhe hapësirën për të diskutuar një çështje kaq të rëndësishme dhe që ju lutni të trajtoni tema të tilla sa më shumë. Sigurisht do të kemi ndonjë hapësirë më të gjerë të ardhmen.